الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروar gjëmatli pas një varg të gjumave ku folën për veçoritë e besimtarëve dhe besimtarëve të vërtetë që do t'i ka zgjedh Allahu xhelle xhelalu në ligjëratën e gjumasë së kaluar përmendëm hartën e udhëtimit të besimtarit nga dynjaja në xhennet. Allahu na bof nasib xhennetin ya rabbal alamin. Nga se në dunja, sikur që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, bëhu sikur me kanë gurbetçi apo kalimtar rasti. E kalimtar të rastit nuk ka pos njerëz të cilët i kanë të gatshme valixhet, furnizimin, dokumentat për me ecë. E cilat janë dokumentet tona për me ecë ka Allahu xhelle xhelalu, cila është pasaporta jonë, thamë është dëshmia la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe fillimi i rrugës është që me mor anën e djathtë të besigrisë. Pra nuk ka mundësi dikush munis ka Zoti me e mor në të majt karrena. Andaj hapi i parë për me shku ka Zoti është me e mor anën e besigrisë. Dhe nëse gjithmonë lakon nga besnikëria, në fund kime mritë Allahu te bareke ve teala pastër me iman, me besim. E nëse e merr nga rrena, atëherë runa Zot, rrena e bjer rrenën, sikur që tha alayhi salatu wassalam, wa innal kadhiba yahdi ila al fujur, dhe se rrena ta bje shthurjen, e shthurja ta bje zjarrin e Zotit, runa Zot prej zjarrit xhenemit. Andaj përmendëm të keqen e rrenës. Dhe nuk ka diçka më të ligë se rrena. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyja thot se Allahu xhelle xhelalu i ka kritikuar rrenacakët në Kur'an më shumë se paganët, sepse rrenacakët janë burimi i paganizmit, i shirkut. Dhe Allahu xhelle xhelalu e ka bërë që munafikat më kanë më poshtë se faraonin zarm, më poshtë se Ebu Xehli. Se fundja e Abu Jehli ka dalë haptazi, ka thënë unë nuk e besoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po janë disa njerëz am e beson, am se beson, edhe ashtë edhe sashtë, edhe anej edhe kënej. Dhe këto njerëzit janë më të rrezikshëm në botë. Andaj tha Allahu xhelle xhelalu, prej njerëzve ka që thojnë i kemi besu Zotit dhe i kanë besu ahiretit, por ata s'janë besimtarë. Andaj pa u pastru prej rrenës, nuk ka mundësi me mor rrugën ka Allahu te bareke ve teala. E si pastrohet njeriu prej rrenës? Si mos me laku ka rrena, kur gjitha shenjat në dunja thojnë çokne, ka rrena. Tri janë kushtet për çdo gjunahi. E pastaj do ta shohim në detaj për rrenës. Kushti i parë për çdo gjunahi dhe prej rrenës është që me të ardh keq. Me të ardh keq, me ndi keq arje, pse e ke bë këtë? E dyta, me kërku falje prej Allahu xhelle xhelalu, istighfar. Dhe e treta, me vendos prerë që kur mos do të kthehesh te rrena. Kur do të kthehesh mo te rrena. Tani, gjëja kjo është e përgjithshme. Në detaj për rrenën, një, me kërku ndihmë prej anës Allahu xhelle xhelalu që me ta mundsu me lan. Me kërku ndihmë prej Allahu. Me thonë esta'inu billah, kërkoj ndihmë prej Allahu, me thonë o Allah ndihmom, ta lan këtë keqe, ta lan këtë vepër të ligë. Me kërku ndihmë prej Allahu, sikur që pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam bante dua,
Thonte o Allah, ma mundso ta shoh të vërtetën kur polemizojnë njerëzit. A ke pa do njerëz të dua? Pa dina nuk bojnë dua se na i shoh na këtë tamam. Me mëna veci se në bineve, a i shepe këtë sejnë tamam po këtë tamam. Nuk ka sen që na nuk e dina qashtu qysha. Na menojna, na qashtu menojna. Ta Allah nuk o qashtu. O kanë pejgamberi më i miri njerëzve, ka thonë o Zot, kur të përlahën njerëzit për doni mesele, një mom të asho qashtu qysha puna. E pse? Sepse e vërteta nuk është a herë që menon ti. Andaj bandua, o Allah mundso ma tala. Bandua, o Zot mundso ma tala këtë gjuna. Sepse ku vetë jo këtë dorën Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj prej thesareve të gjenetit ka thënë alayhi salatu wassalam është la hawla wa la quwwata illa billah. S'ka lëvizje e as ka takat pos me takatin edhe fuqinë e Zotit te bareke ve teala. Andaj hapi i parë për të lakun nga besikëria dhe jo nga rrena është me kërku ndihmë pi Allahut, nëse nuk ka e lehtë. Tregtia shkon me rren, tregtia shkon me kamat, tregtia shkon me kapak, mos me kallzu drejt. Çështu? Dikush kujton se e lehtë. Dikush thot, "Ça ko hoxha më pendu pi rrenës na rrena, sa kena?" Dil në pazar, dil në dyqane, dil në qajtore, ni njerëzit, hin Facebook, këshiri njerëzit, këshiri kush kallzon drejt. E drejta e ran, e drejta e ran, me drejtësia Allah e ma tokën e qilën. E drejta e ran, dhe ne e përmendëm, sot në dunja ndodhë gjenocid, ndodhë vrasje e pa përshkrume, dhe bo të këshirë seri, edhe thot të këshirë me që shampuna, ka është e vërteta, edhe për fëmijën këtë vratët me këshirë ka e vërteta, sepse jetojmë botën e rrenës. Rrenat, njerëz me kravata që rren, njerëzit që paguen me rren, njerëzit të cilët marrin pare për me rren. Ai pare merr me rren tyje, për ditë merr pare me trej tyje. Andaj kërkon ndihmë pi Allahut, Allah më ta mundso me la rrenat. Allah na mos ta mundsoj që në përmet gjuhëve tona asnjëherë mos mu formulu rrena ja rabbal alamin. E dyta, që ta dish se me elan rrenën ka premtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, është problem. Ka transmetuar Imam Ebu Daudi nga Ebi Umamet el-Bahili radiyallahu an, se ka dëgjuar pejgamberi alayhi salatu wassalam duke thënë hadith: "Ana za'imun bi baytin fi rabadil al-janna liman taraka al-mira'a wa huwa muhiqqan." Ka thënë alayhi salatu wassalam, unë ja garantoj një shtëpi në xhennet. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahi sot një zëngin me thirrtie, me thënë Allah rirahat se pi mua ki shtëpinë, ala patar shtëpia ti tranon shtëpies tu knaq. Ato thonë ku hape shtëpia po ka fol me njëri ki zëngini ka rrenat. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ana zaim, unë ju garantoj. E ku pika garanton pejgamberi alayhi salatu wassalam? Prianës Allahu xhelel xhelalu, unë ju garantoj për një shtëpi në periferinë e xhenetit, për atë njeri i cili e len polemikën tu kon hak. Ani an haka me le polemikën. Nja, e dyta, ka thënë alayhi salatu wassalam, wa ana zaimun bi bejtin fi wasatil gjenne limen taraka al-kadhiba. Ka thënë alayhi salatu wassalam, unë ja garantoj një shtëpi në mesin e xhenetit. Allahu na bof nasib ya rabbal alamin. Fi wasatil gjenne, në mesin e xhenetit, me çka ja Rasulullah? Por ati i cili e le rrenën. A let me fidu shtëpinë në xhenet midis në xhenetit? Jo, dush me lan rrenën. Edhe ato rrena kur ti ai sahabiu i tha ja Rasulullah, që ti që Allah ja pas ka bo farz me i në xhenem, preja ka mor hakin dikujna pa hak, a bëhet fjalë për punë të mëdha për të vogla? Tha edhe nëse ja merr një shkop të vogël, wallahi edhe nëse e rren dikan 2 dinar, wallahi edhe nëse e rren dikan 5 dinar, mos folna me miliona, mos folna për punë të mëdha, mos folna për punë feje. Wallahi haki Allahu do shumë i madh. Haki Allahu është shumë i madh. Tha alayhi salatu wassalam, kush e le rrenën, unë ja garantoj midis xhenetit një shtëpi. Edhe tha alayhi salatu wassalam, unë ja garantoj një shtëpi në majën e xhenetit atij i cili e drejton sjelljen e vet. Atij i cili e drejton sjelljen e vet. Në komentin e këtij hadithi kanë thënë disa dietar, kanë thënë tu trijat zbohen pa elon rrenën. As polemika me hak nuk lihet. Rënacoki s'ka me hak me lan polemikën. E dyta, ai i cili e rren rrenën, ai në këtë dunja nuk i ecin bash punë mirë. Se na e pëshomin që funksionon dunjaja. Pa rrejt, keni pa thot, o gjo, pak, pa e shlu, s'po shitet as kere as kur gjo. S'po shitet kur gjo, thot pa rrejt. Ran, na e dim që aran, ama shpia në xhenet e ka qatë kush, si dush me e ble. Edhe e treta,
me e rregullu karakterin, me e rregullu sjelljen. Të ndëruar xhamatli, patjetër me rregullu sjelljen, se e morëm qaf Islamin e Zotit xhelel xhelalu. Tu mendu njerëzit se Islami ajo sjellja jon, a Islami i pastër bi sjelljeve tona. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i pastër bi mrolave tona, prej shpirtave të lig ton. Islami çka ka faj Islami? Që shtot Ibn Qayyim el-Juzeyy, çka ka faj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Nëse ne mund ti çohet dikush ban ligsina, çka ka faj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Çka ka faj Islami Allahut i pastër bi 7 palqive që musliman s'folën mes vetë. Çka ka faj Islami? Çka ka faj Islami? Islami i pastër. Andaj çka tha Ali sallallahu alaihi wasallam? A e don maje? Po, ndrejtë sjellën. Ndrejtë sjellën, se kur ta ndrejtë sjellën, ja çet ftyrën e bardh fejes Allahu xhelel xhelalu, fejes e Zotit te bareke ve teala. Edhe e treta, ka shumë hapa për me lanë rrenën. E treta cila të ndëruar xhamatli, s'ka maket se mu ka rëna cak. Nuk ka. Merë këtë Kur'anin lexoje, mush me gjet ajete që kërcnojnë dikan ma shumë se në rëna cakët, s'ka mundësi me gjet. S'ka mundësi me gjet. Andaj Allahu xhelel xhelal e ka bërë rrenën matë keqin sen. E pi matë këqijave të rrenës cila është se Allahu rënacakun e shpërblen me atë çka e ka bëhe. Thëtë Allahu xhelel xhelal në surën Ez-Zumar, inna Allahe la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allahu nuk e qet në selamet të udhëzimit atë njeri cili a rënacak, edhe o qafir, runa Zot. Ka ndonë djetartë, se Allahu nuk e drejton rënacakin, nga se ai ka deviju njerëzit dhe e merr shpërblimin e njëjtë. Dhe këta e shëmbulli me një shembull shumë të qartë. Nëse vjen dikush të shtëpia jote apo ti shkon dikujna, edhe i thua a filani mrena, a filan njeri mrena, thot jo, a filani a mrena. Kallzom ti mua, me e shëtit ki këtë dunjajnë, a mun e gjenë filanin? Ki shkon këtë në dunjajnë e shëtit. Në 8 miliard njerëz shëtit, a mun e gjenë që ata jo, pse sa jam mrena? Me një rrejnë vogël e sill njerin në qoshet dunjajës. Andaj një rrejnë e vogël dikujt ja hup udhën ketë. E ai që ka rrejnë, Allahu thot në Kur'an, Allahu se qëtë në udhë drejt, as që ka rrejnë. Andaj dush me dit dhe du të tadim bashk se s'ka maket se me rrejt. Dhe thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, sa ka rrejnë njeriu qa që ka munges udhëzimi, sa ka besnikri qa që Allahu xhelal ja shlon prej udhëzimit. Andaj Allahu xhelalu na tregoj neve në shembullin e dy burrave, dy njerëzve në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ku pejgamberi alayhis salatu wassalam bëri dua, tha o Allah, ndihmoje Islamin me një pi dy Omerave, Omar ibn Khattab, Amr ibn Hisham. Ebu Gjehli që ka nga e njofna për Ebu Gjehel e ka emnin Amr ibn Hisham. Omar ibn Khattabi e ka emnin Amr Omar njësoja, një emëna. Pe jonë sa mi qoj dur ka Allah, tha o Zot, ndihmoje Islamin për njanin për dyve. Njanin për dyve. Pse zgjedhja Allahu Omerin e jo Amrin? Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, për shkak besnikrijës të Omerit, edhe e la ata se a ishte rënacak. Kuptove? Sa ma shumë që rrejnë njeri qa që Allah s'ja që në udhëzimin. Andaj nëse do udhëzim, nëse do Allah me drejtu, nëse Allah do me dhanë bereqet, si kur që tha alayhi salatu wassalam, Allahu e bekon atë shitblerje që tu ditë s'kan rrejt. Allahu e bekon atë shitblerje ku as njani për tyre nuk ka rrejt, po ka kalzue drejt. Si kur që ka pas për sahabeve, e ka qitë kalin e vetë në pazar, edhe i ka thonë mishteria, ka thonë a i knash me këtë kali, ka thonë mu kanë i knash se kësha qitë në pazar. A mu në banti. Kur ta shetë është kërën mi thonë, a i thot, a ka defekte? Ti i thu, jo, valla, që pi fabrike e ku morë. Jo, billat Allah, Kur'ani beva mushafin këtu, renat, që të venë marë ti thu, bol, tamam, e kuptova. Në s'ka nevoj ma shumë me rejnë se, hinë në gjenem. A mu nëshmi ka zu drejt, mi thonë, po bevdoj, ka që të 10 defekte, 50 defekte, artikull në shka jashet njerit. A mu nëshmi ka zu drejt. Nuk ka afat 400 vetë, 4 dit i ka. Mere këta Allah por imor, po pse për rejnë? Mos rejnë, nëse do Allah me ta beku, të a di se qatë pare ki me shti në bark, a di se qajo pare që ka i në bark ka mu të bëhet gjak, a di se të bëhet damar, të bëhet mish, pra ti e formon trupin tanë këtë me rejna. E kur ta formojsh trupin tanë këtë me rejna, qka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pastaj i që ndur ka Allah, ja rab Allah si përgjigjet. Pse i mush rejna, gjak e damar e mish i e rejna. E lushim Allah ta pastron, Allah në largon nga rejna.
Na mundson Allahu xhelel xhelalu që të jemi prej atyre të cilët Allahu xhelel xhelalu i zgjedh me besnikrinë e vet. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti xhelel xhelalu na jep nga besnikria e Zotit, nga besnikria që u ka dhënë sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelalu na mundson që të jemi prej atyre të cilët e zbatojnë Kur'anin, e zbatojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve teala në këtë ditë të madhe, ditë të xumaje, ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, në këtë ditë Allahu është një çast që e pranon duajën. O Zot, ndihmoj vëllezërit tonë në Gaza. O Allah, ndihmoj vëllezërit tonë në Gaza ya rabbal alamin. O Allah, ndihmoj vëllezërit tonë në Gaza ya rabbal alamin, dhe kudo që janë musliman ya rabbal alamin. O Zot, zullumçarë ndërmjet vetë i shpartallon. O Allah, zullumçarë ndërmjet vetë i shpartalloj. Elusim Allahun te bareke ve teala që sicili që ka marrë pjesë në komplotin kundër muslimanëve, Allahu t'ja bajë në xhenem dunja dhe në ahiret ya rabbal alamin. Elusim Allahun te bareke ve teala që vrasësit e fëmijëve, vrasësit e pleqve, vrasësit e pafajshme, Zoti te bareke ve teala na i tregon ditët e zeza mbi ta ya rabbal alamin. Elusim Allahun që Allah na i tregon sultanin e vet mbi qafira, sultanin e vet mbi zullumçar, na i tregon Allahu kudretin e vet mbi kriminal ya rabbal alamin. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelal t'i zgjon musliman prej xhumit, t'i kthen Allahu në librin e Zotit, t'i kthen në sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelel t'i pastron zemrat tona, na mundson me jetu me islam, me u zhvillu me islam dhe me adhuzu shpirtin Allahut me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Njeriu e ka plokshtia, njeriu nuk ka gjithmonë shëndet. Andaj i ka pru disa prej haditheve të cilat lidhshmëria me hadithet e zullumit është se si cili pineve ka nevoj me u godit me sëmundje dhe me mërzia dhe me brenga dhe me rakosje që t'ja lajnë gjunahët, që t'ja lajnë mëkatët. Sikur që ka thonë alayhi salatu wassalam, sëmundja i alargon besimtarit gjunahët sikur që shkundët pema. E ki pa kur e shkund pemën? Edhe ato gjethët janë aty, edhe ti a shkun ato bin. Kështu ka thonë alayhi salatu wassalam, i bin besimtarit gjunahët. Allah na pastrof prej gjunahëve në dunja ya rabbal alamin. Andaj, cila është urësia e të sëmurit e besimtarit? Që të pastrohet për gjunaheve. Ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, hadithin e parë që kanë nxjerrë Imam Buhariu, ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala haznin wala adhan wala ghammin hatta shauke. Ka thonë alayhi salatu wassalam, nuk e godet besimtarin asnjë lodhje. Lodhja kur kun spaguhet përveç në fe të ndëruar xhamatli. Kur kush të pagun sa je lodh, po të pagun për kontratën e punës. Nuk të vetaj sa je lodhi. A je lodh, a e ke kry punën pa lodhi, a e ke bo me qef, a pa qef, a i të pagun ty për që ta shka jeni marrë vesh. Allahu gjelola është i vetmi cili të pagun për ata shka je lodh, për ata shka je lodh. Dhe sëmundja, dhe mërzia, dhe shqetësimi, dhe merakosja, dhe lëndimi, edhe nëse e shpon diçka besimtarin prej xhembave, vetëm se Allahu ja shlyhen gjunat. Kjo është natyra të ndëruar xhamatlimit të cilën na jetojmë në këtë dunja. Dunjaja është vend i shkëmbimeve, i përplasjeve, i forkimeve. Bëjmë gjunahe lahemi. Kjo është qëllimi me të cilin pejgamberi sa me ka përshkruajtur besimtarin me trungun e hurmës, se vinë errat dhe e lakojnë, por nuk e rrezojnë. Pra ti sëmurësh për me u bë edhe më i fortë. Sëmurësh për me u la me prej gjunaheve. Andaj ti e sheh prej besimtarëve të cilët kur smuhen qohen më të penduar, qohen më të lavë. Sikur që ja ka bëhe rigjenerim smundja krejt organet, ja ban kështu edhe shpirtërorës. Andaj ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se vazhdon belaja me godit besimtarin. La yazalu bil mu'min al bala. Vazhdimisht e godet belaja në trup, në familje dhe në pare. Pse ja ban Allah qëta? A do në me e dënu? Jo. Miri shkon na me morë vesh pas muje, miri shkon me morë vesh pas prova. Për Allahu gjele gjelaluhu e din se na qasin natyre kena që nuk marrë na vesh. Këshire kur ki shëndet, shiko që ta shka përder dhe e ki, shiko kur ki takat, shiko që sa pak të bjen nërmen mu pënduhe, sa pak të bjen nërmen mësë me bo më katë, sa pak të bjen nërmen me ullë me dhane, valla be bona zullum, i bona padrecit, ullëm të pastrona, të marrë halallëk, të pendona të zoti për gjunat që ka jabaj vetës time. A kur smuësh, bin krejta energjit, bin të gjitha ato vrullët e shumëta, dhe ti e mes një dëshire veç.
o Zot largo më këtë smuje, çaq. E kur të mish që këtë dëshirë, vetëm me një, atëherë Allahu xha me këtë të pastron. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, vazhdon belaja e godet. Dhe vini re e godet. Vazhdimisht e godet belaja. Ne kanë nuk e lexojnë as smundjen, nuk e lexojnë amërzien, nuk e lexojnë therrën, u vrajta pak. Ajo për ti kuturu për të Allahut më urtësi. Me thirrti dikush, dietar sa thonë, çdo lajm që ti e marr e kthen kryer. Vesh me të prek dikush, ti këminiar kthehesh. Zoti gjitha të smundje ta çon, gjitha të mërzit ta çon, gjitha të pollovi ta çon, ai të thon diçka. Me gjujti me guri vazhdimisht një fëmijë te shtëpia, ti çohesh këtu çakave. Me thirr dikush vazhdimisht te dera, çka thuti? Çakave që ky pse po thirr vazhdimisht? Allahu xhelala dhe nuk të fol ti çish menon ana. Ai të fol me çdo mesazhe. Ta çon një smundje, ti çon do ethe, ta çon një kokdhimbje, ta çon një turbullim të jetës. Çka po të thot? Nalu. Allahu xhan çdo sprov çka ta çon o zarf që dush me lexue. O robjem, ki mu pendu, o robjem, çka tha pejgamberi selam? E godet vazhdimisht Allah i besimtarin që të shkojë te Zoti të takojë të pastër. Të takojë të pastër. Andaj e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush janë njerëzit që më shumë të sprovohen? Tha pejgamberët. Pastaj tha ata që janë gjojnë atyre. Pastaj sicili mangat pejgamberëve çka është. Hyri vllai i Aishës radhiyallahu anha te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, edhe disa prej sahabive, edhe ishte pejgamberi në vdekjen, në smundjen e vdekjes së tina. Dhe e kishin lidh kokën nga dhimbja e madhe e kokës. Edhe sahabit u mërzitën shumë. E pejgamberi doshti më u kallëzue që në këtë mërzi ka edhe një diçka që ju nuk e dini. Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, inni uak. Tha mua koka më dhem sa dy pijuve. Dy burra pijuve, tu di dhimbtat bashkë mi bë, mua më shon Allahu xhelalu. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, e pse i dhem koka pejgamberit kur ai s'ban gjunahe? Na e dim na për më na la. Ai pse? Megjithse ai nuk ban gjunahe, Allahu për me pastru dhe me ngrit venin më të lartë që ka mundsi, ja ka thënë Allahu xhelalu smundjen. Ati ja ka thënë me ngrit, ti e ta çon për me të pastru dhe me të la. Që kur ta thosh me Allahun te bareke ve teala, ndihesh i pastrum. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, me ditë njerëz të belas, me ditë njerëz të sprovum, çfarë shpërblimi ju jep Allahu ditën e Kiametit, kur dalin para Zotit dhe ti shohin njerëzit se për çket smuje, për çket mërzi, për çket bela, Allah çdo gjunahe, çket vend xhenat kanë aty adhan. Thot pejgamberi sa njëri pyetën e ka më thonë, pse be Allah s'ma ka pret trupin me gërshamp i dhimbtës? Pse s'ma ka quni sprov si gërshana kur e pret ka dale. Mirë po, se ne ka konvertuar në këtë dunia shpërblimin që ka e pret në ahiret. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, krejt to vin që dilsh për para Zotit xhelel xhelalu i pastër. Dhe e keqja e mosgoditjes me smundje, cila a ditën e radhës që ka thënë Imam Buhariu, ku ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, një ditë për ditëve i ardhi njëri. Dhe ky njeri ishte i shkretinës. Edhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a je smun ai herë? Tha jo valla kur, pasi di që smuja. Ethët tha, të kanë kap në i herë? Jo, qka janë tha ethët? Temperatura, e di qka dhe jo tha nuk e di. Ja shpjegoj për nga mëzëm qka. Hyrja e erës në mes lëkurës, nxehtësia mes lëkurës dhe mishit. Tha jo, musëm ka rrug kur. Tha kryja të ka dhim në i herë? Tha qka qysh dhem kryja? Shiko nuk e ka dit kur. Apo, qka i tha për nga mëzëm mas i shkoj? A do një tha me pa një banor të zjarit? Qeku e kini? Të ndërum gjëmatli. Mos menoni se njëri pse sprovohet, Allah nuk e do. E asë kundër ta. Mos menoni se njëri pse ka sprova të ndryshme në këtë dunja, Zoti nuk i do. Mandja e kena përmend se njerëzit që mas shumë ti Zoti i do i sprovon. Shikoni këta ato muslimanë që janë mas provuar se na. Allah i do më shumë ata se na. Ti që të lën rahat, mos kujto se ti je më i mirë te Allahu xhelel xhelalu. Ti që Allah stacion asnjë smuje, mos mendon se je më i mirë te Allahu xhelel. Po Allahu xhelel xhelalu sikur që tha Selman el-Farisiu, janë disa njerëz edhe kur smuhen, edhe kur kanë shëndet, janë si devja. Janojnë frenin, ja hekin frenin, ai nuk e di. As pse ma vnun, as pse ma hekën. Runa Zot pikë kësaj gjendje. Për këtë arsye të ndëruar xhamal, na nuk ban me lip belat. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam në hadith, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. O Allah, japëm shëndet në trup, në sy, në vesh. Dhe ka thënë pejgamberi sa wal al-afiyatu habbu ilay. O Allah, mos më sprovu shumë kam qef. Ama na po thojna kur të të vene pa dëshirën tane, atëherë shfrytëzoje.
shfrytëzoje me u pastrua prej gjunaheve dhe mëkateve, dhe ta di se kjo nuk është prej hidhrimit, por është prej pastrimit. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu që çdo gjuna dhe mëkat që e kemi bë, me vetëdije dhe pa vetëdije, Allahu na pastron ya Rabbal Alamin. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu që zemrat tona Allahu t'i ban zemra të gjalla, zemra me iman, zemra me islam, zemra me ihsan, zemra me takvalluk. E lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu që Allahu te bareke ve teala na udhzon me Kur'an, na udhzon me fjalët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E lutim Allahu në këtë ditë xumaje, ditë ku ka mundësi me e qellu besimtari çastin ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu nuk e kthen duajën. Çdo musliman i dobët në dunja, çdo besimtar e dobët, çdo plak dhe çdo plak, çdo e vej, çdo alim, çdo hoç që janë në ndjekje dhe goditje dhe sprova të rana që na i dina të gjithë, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i përkra, Allahu t'i jap mbështetjen e tina. E kushdo që ban zullum në tokë, e kushdo që ban krim në tokë, e kushdo që ban fesad në tokë, Allahu me fesadin e vet ta ndëshkon ya Rabbal Alamin. E lutim Zotin e vet që Allahu në zullumin e vet ja zakon ya Rabbal Alamin. E lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që Allahu ja besimtar në lindje dhe perëndim, Allahu t'i ndihmon. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Zoti jon xhelal na pastron pi mëkateve tona, pi gjunaheve tona, pi zullumeve tona. E lutim Allahun që Allah na mëson mi kry farzët tona, mi kry detyrat e tona. E lutim Zotin e Madh subhanahu wa taala që Allah na mëson me jetu si besimtar, me jetu si musliman dhe me ja dorëzu shpirtin dhe amanetin e fundit Allahut, duke qenë na si musliman dhe të pranuar te Allahu subhanahu wa taala. Ndjera ndër karakteret më të liga është karakteri i zullumçarit, karakteri i atij i cili bën padrejti. Andaj edhe besimtarit nuk i takon me bëu padrejti, nga se padrejtia është ndaluar në të gjitha sheriatet e pejgamberëve alayhimus salatu wassalam. Andaj hadithin e bazë që e ka sjell për ndalimin e padrejtive është fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ittaqul dhulma, ruhuni prej zullumit, fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah, sepse zullumi ditën e kiametit do të jetë errësira të mëdha, do të jenë të merre të mëdha ditën e kiametit. Andaj vazhdon Imam Buhariu për cilë hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam që na tregojnë neve dhe na mësojnë neve dhe na udhëzojnë neve që ne të kemi frikë për zullumit, të ruhemi për zullumit, nga se zullumi të ndërua vezër është gjëja më e frikshme në llogaritin e kiametit. Gjëja më e frikshme pas shirkut është zullumi ditën e kiametit, nga se ka të bëjë me hakin e tjetri e ka të drejtën e vet për mos falje dhe mos bërje halal. Andaj kur e kanë pyet Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an, sikur që ka transmetuar Imam Buhariu në El Adabul Mufrad, në hadithet e radhës nga Mesrukun nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, se e kanë pyet cili është ajeti më përfshirës, cili është ajeti që më shumë t'i mbledh halalin dhe haramin, e mbledh farzin dhe të ndaluarën. Çfarë ka thënë? Ka thënë është ajeti në surën An-Nahl që na e lexojmë çdo xumë. Kur e përfundojmë hutbën e lexojmë atë ajet, i cili ka të bëjë me drejtësinë. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Thot Allahu te bareke ve teala, Allahu urdhron me drejtësi, Allahu e do drejtësinë. Një ditë për ditëve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam po i gjikonte disa raste dhe i gjikonte me drejtësi dhe fliste me drejtësi. Edhe than jehudit disa prej tyre, me këtë drejtësi e mban Allahu qiellin dhe tokën. Me drejtësi mban qiellin dhe tokën. A shikoni të nderuar xhamatli çish na ka kapë keqja? Nuk ka ditë që ti nuk e hin Facebook apo në rrjete informative vetëm lexon filani kanë vrarë, filani pa vrarë filanin, filani pa akcipi balkonit, a tjetri pas ka bëu këtë keqe, ky tjetri kështu. Çka janë këto për ditë lajme të liga, për ditë maskaralloqe? Si ka mundësi një shoqëri ku thirrët ezani Allahu Akbar, çat shoqërime ndodh këtë të këqija, çat shoqërime ndodh këtë të këqija, këtë shoqërime ndodh gjithë kjo vrasje, gjithë këto vjedhje, gjithë kjo egërsi. Inna Allaha ya'muru bil adl, Allahu urdhron me drejtësi. Duhet ta mësojmë drejtësinë. Ne nuk lindim me këtë drejtësi, duhet ta mësojmë. Duhet mu ndal para ajeteve, para haditheve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se nëse nuk e mësojnë, kemi bërë zullum. Andaj thotë Sheikhul Islam Utaimi rahimahullahu taala, njeriu për nga natyra është i padijshëm. Innahu kana zaluman jahula, ai është i padrejtë dhe ignorant. Andaj duhet mësohet me ilm,
fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Duhet ta mësosh se nuk ka zot që meriton adhurimin përveç Allahut te bareke ve teala. Duhet ta mësosh drejtsinë, tu mësosh evladëve. Kur ta shefsh edhe mrena evladi, dy evlad të tu, kur ti bën njëri zullum, thuj mos i bën, kjo është zullum. Kjo zullum, kjo pa drejtësi. Allah nuk e do pa drejtësinë, Allah e do drejtësinë. Për hap në drejtësinë, për hap në qetësinë, nga se ku ka drejtësi ka qetësi. E ku ka zullum, shikoj njerëzit, frigohen nga hija e vet, frigohet nga gjithçka, s'është për hap zullumi. Është për hap zullumi, derisa ka ardhur hadithe. Keni kur ta ndaloni urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja, ju keni miqu durt ka Allah me bë dua, Allah i sopranon. Na umitëm të bë dua. O Allah largoj zullumin, o Allah largoj këtë keqe, largoj gjunat, nuk largohet, sepse vet nuk urdhërojmë në të mirë, vet nuk dalojmë nga e keqja, nuk e zbatojmë vet shariatin e Zotit xhelal, shpirtet tona, fen Allah, shpirtet tona nuk e zbatojmë. Si ka mundsinë sokak, el mahall mos zbatu, s'ka mundsi qytet e mos flasim në nivele më të larta. Për këtë arsye, Allah inna Allah ya'muru bil adli, Allah urdhon me drejtësi, wal ihsani, edhe me pamirësi, wa dhil qurba, wa itai dhil qurba, dhe mi dhan akrabajës, me e marrë lidhen farefisnore, wa yanha anil fahsha. Allah ndalon nga zinaja, nga moraliteti, amoralitet, nga e keqja e cila nuk ka normale, wal munkar, dhe gjërat liga, gjërat prishta, wal baghi, dhe padrejtësia. Allah e ndalon padrejtësinë. Dhe vini re, fillimi i ajetit me fundin e ajetit, inna Allah ya'muru bil adl, edhe në fund prapë ka ndaluar zullumin. Pra urdhon me drejtësi, ndalon nga zullumi, nga se kjo është shtylla që e mban një shoqëri. Ya'idhukum, Allahu po ju këshillon, la'allakum, ndoshta ju keni më marrë mësim. Po këtë arsye të ndëruar xhamarli, i ka sjellë këtë hadith Imam Buhariu për të na treguar neve se gjëja më e shëmtuar në këtë tokë që na jetojnë na zullumi. Mos ban një zullum që tu e ban, këtë shoqëria e pagun. Një zullum që t'je bëhet, që t'je ti duke se në pazar, kur gjo nuk e dim qka të bëhet. Vallaj që e zullum që ka bëhet, këtë shoqëria e pagun. Një zullum që bëhet në shkollë, këtë shoqëria e pagun. Sa i zullumi kur të bëhet të shkolla, ta bet e evladi, a i evladi, ku e ka mor ata? Që t'je e ka mor? Zullumët janë të ndërlidhur njëra me tjetërën, jeta e ndërlidh njëra me tjetërën. S'kemi mundësi me shkoput, jemi në anije. Kështu e ka përshkujt pejgamberi alayhi salatu wassalam. A i lajna në anije me prish dikun anije? Nëse na di kanë shofna, do me e qa anijën, edhe na kitë në anije. Nëse ti në aeroplan, edhe shenjonin, do me e godit gjamin, dhe ti e di pasojër. A thu puna këtina, kine ta qelë dritarën e vetë. Jo, me dritarën e ati shkojnë ketë. Me dritarën e ati shkojnë ketë. Nuk ka vesh dritarën e atina. A i dritarën e ati janë ndalu me kretë. As njani s'guzo me bo zullum, sepse zullumi ati e paguj edhe one. Pa këta shqip kështu janë edhe gjunat, këta shqip që atu bo zullum, edhe gjunat i kushtu i malla. Mos e kena me pakujt këtë, mos ban zullum, mos ban gjuna, mos ban badreci. Për këtë arsye, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? Do të bëhen padrecit dhe zullumet derisa njerëz do t'i lejojnë mahremët e veta, të ndalumet e veta. Gra që i kanë ndalu me mahrem, kam i bo halal. Dhe çfarë? Dhe do t'i shkelin të drejtat e Zotit subhanahu wa taala. S'ka me këshira i mo është e leju ma për ndalu. Bema dhët, bema nuk ka më rëndësi. Ju ka fiksu njerëzve. Për këtë arsye tha pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith që ka nxjerrë Buhariu nga Abi Dharr radhiyallahu an, se e ka dëgjuar pejgamberi alayhi salatu wassalam duke thënë në hadith qudsi, thot Allahu subhanahu wa taala: o robët e mi, unë vetës time e kam ndalu zullumin. Vetës time e kam ndalu zullumin. Kit atë kudret që ka e ko Zoti, kit atë pushtet që ka e ko Zoti. La yus'alu amma yaf'al. Kur kush se merr Zotin llogari çka bone, wa hum yus'alun, a njerëzit merren llogari. Allahu s'merr llogari, ja ka bo zullum vetës, ja ka bo zullumin vetës haram. Haram e ka. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Zoti kur kujt si ban zullum. Wallahi ta dish që çata risk ka çu Zoti, që ajo më e mira për tyje. S'ka bo zullum, nuk t'ka bo zullum. Krejt çka ti ka çu Zoti janë tuat. Çka do që ti lakmon të huja, ajo zullum, sa e joti ajo. Kjo quhet zili, kjo quhet zili. Apo andaj thot Allahu subhanahu wa taala: fala tadhalamu. Edhe mes juve e kumbo haram zullumin, mos bëni zullum ndaj njëri tjetrit. Shiko Zoti, nëse të kish bë zullum, kujt ju kisha ankuë? Kujt ju kisha ankuë? Zoti s'ban zullum. Po e supozojna se Allahu gjithatë unë ja kumbo haram vetvete zullumin. Andaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu taala se prej medhhebit të ehli sunetit dhe xhamatit është se ne besojmë se Zoti mundet me bë zullum, po s'ban zullum. Ai mundet me bë, po s'ban. Apo
mirë, nëse të kish ba, kujt ju ankosh? Kujt ju ankosh? Sikur që tha Sufjan el-Thauri rahimahullah, kur të prishet dietari, edhe prishet hoxha, runa zot, ku e mirë një modijen? Kur ajshka du të me ndrejsh, nuk ka regull mo, ku e marë modijen? Apo, ku e marë? Për këtë asyje, nëse zoti kish ba zullum, a kish mujt me mërë dikush logari? Jo, por Allah ja ka bo vetës haram zullumin. Vetës ja ka bo haram zullumin. Sikur që ja ka bo obligim dë gjëra vetë. Pejgamberi alayhis salam na ka tregu se Allah ja ka bo obligim vetës këta dhe këta prej punëve. Allah ja ka bo vetës obligim. Edhe neve na i ka bo obligim drejtësien dhe na ka ndalu prej zullumit. Andaj mos haroni, këtë të qia që janë të ndodhë, këtë të fesadë që janë të ndodhë, këtë janë si rezultati zullumit. Kretë janë si rezultati padrejtësive, për të cilat na nuk e ngrejmë zanin. E pastaj kur të na ndodhe neve, kur kush se çon zanin. Sikur të qisë se qove, e sheh njës të udjek, tu shkrumu, tu bo zullum, tu shkel, i sheh i nin kretit, edhe dhu, unë e punën teme. E atë dit ku të vene puna jote, kur kush ka me qu zanin. Sepse as ti se ki gju zanin kur në dikujna. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ju kur ta ndaloni urdhrimin nga të mirë dhe nuk ndaloni nga e keqja, ju keni me qu zanin më thani, o zot shumë keq u ka bo, o zot po vra njerëz, o zot po bojnë zinë, o zot fala yustajabu lakum. Po ti se çojë zanin, pse më du përgjigj tije? Po këtë arsye të ndëruar, xhamarlit të ndëruar vëllezër, ti mësojmë vetët tona me drejtësi, ta shtypin egon me drejtësi, edhe pse ta kana egoja, nalu, edhe pse nefsi e lip, nalu, so e jotja, do ndikan me nënshmu, do ndikan mi bo zullum, ka mundësi për momentin, e kini status, e kini kompetencë, e kini ekzekutiv, mos se ka me të ardh dita e s'ki ku mu angue, nga se në ka tregu Allahu Gjelalu se ditën e kiametit kanë me kajt gjak, kanë me kajt me të madhe banorët e xhenemit e zullumçarët. Allahu Gjelalu thot, fala tukellimun, mos gaboni me më fol, heq mos më fol, heq nuk e Allahu Gjelalu thot, as që i këshir bile, se kanë bo zullum. Andaj, një ndër shtyllat e shariatit Zotit, e fejes islame, e asaj që e ka zbrit Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallam, është që mos të bëhemi zullum ndër mes veti, mos e shkel kërkan, as një dinar më shumë mos ja ver, as një dinar më shumë mos ja merr. Kështu ka thonë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, Allahu ju jep bereqet njerëzve në tregti kur janë të lehtë. Ai s'ka lidhje thot për pak, apo ama na pa pak ka vetja, a për ka tjetri. Për këtë arsye, të gjitha këto hadithe që i shtjelluam dhe i shpjeguam dhe i elaboruam në mënyrë të detajshme, argumentojnë se nuk ka qetësi pa drejtësi. Nuk ka qetësi pa i quë hakën venin e vetë. Sikur që tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, fa a'ti kulli dhi haqqin haqqa, si cili çka e ka një hak, jepja hakin e vet. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تدروا جمرلي përmendëm në ligjëratën e xumës së kaluar veçoritë me të cilat Allahu xhelle xhelaluhu i dalloi besimtarët nga ata që s'besojnë. Andaj tha Zoti jon te bareke ve teala në surën El-Hajj, huwa ijtabakum, Allahu xhelle xhelaluhu ju dalloi juve, Allahu xhelle xhelaluhu ju dalloi juve. E ky dallim me çka bëhet?
thanë dietarët e muslimanëve, ju dalloi me cilësitë e imanit, ju dalloi me veçoritë të cilat Allahu xhel xelalu i zbriti në Kur'an, që i përvecuan besimtarët, e s'patën mundësinë i përvecue ata që e mohuan librin e Zotit te bareke ve teala. Andaj përmendëm se prej veçorive me të cilat besimtari dallohet karshi botës, ishte besimi në Allahun xhel xelalu, ishte edhe njohja e vlerave, dallimi mes të mirës dhe të keqes, kuptimi i jetës, irneku i cili e zgjedh me ndjek në jetën e kësaj bote, edhe epiqendra dhe kthimi i gjërave në ahiret. E sot unë dalëm me veçorinë e parë. Ne dallohemi të ndëruar xhamatli me iman. Me iman. Andaj sado që zhvillohet bota, me këtë zhvillim në këtë dozë, zhvillohet edhe depresioni tek njerëzit për shkak të mungesës që ka shpirti në lidhje me Allahun xhel xelalu. I shaq njerëzit i kanë të gjitha materialet, por kanë mungesë lidhje me Zotin, andaj në atë dozë ata dëshpërohen. Pse është tu dëshpërimi në raport me gjeneratat e kaluara? Po flasim për botën e tërësi, jo për besimtarët. Por shkak se sot edhe psikologët, edhe mjekët, çfarë i ofrojnë njerit kur dojnë me largu pi stresit? Çka i thojnë? Çka i thojnë? Ma pak me teknikën, ma pak me këto teknikën, se aq ma i lidh me teknikën, aq ma te e don famën e kësaj bote, jetën e kësaj bote, ti dëshpërohesh. Andaj shiko çka i ofrojnë, rri qetë, rri pak qetësoju, mos u merr me njerëzi. Pse? Pro kitë kjo çka ta ka ofruar ti teknika s'ban ti mu kënaq. Çka të ban mu kënaq të ndëruar xhamatli? Është emri Allahu xhel xelalu. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Qad Allahu xhel xelalu, a nuk e dini ju se veç me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat? Andaj është imani në gajb, besimi dhe njësimi Allahu xhelalu ala që e dallon muslimanin prej të tjerëve. Ti a di se Allahu të bën, ti a di se Allahu të ni, ti a di se Allahu të ka dorë, çish i katina. Të dëruar xhamatli, supozoj njeriu, dietar sa herë shembujt i bin sa për me ta afrua. Nëse ti je i lidh me durë të lidhta, me durë të lidhta, edhe armiku të ka dorë, runa Zot. Apo supozoj gjendje e palakmueshme jotja, je ngatruar dikon, dhe çdo lëvizje më e vogël thojnë ti njerëz që kanë ardhur me shpëtue, pak lëviz djegësh. Çka bën ti? Ti shtongësh. Nëse e supozon dikon e ngatru, vinë me të ndihmue. Edhe thonë mos lëviz që aty çushije. Se pak lëvizje e djeg krejt, e djeg vetën. Çka thuti? Këto e di kanë më mirë. S'po lëvizë derisa të ndihmojnë. Njëri ka dorë apo ka mujt me trajt. Apo ka mujt me trajt. E mirë, para me ndohë Allahu xhel xelalu thot: "Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid." Kanali kryesor, arteria kryesore me të cilën ti jeton, damar me zemra, me krye, thot Allahu lanajna manga se çaj damari. Manga se çaj damari. Dhe ti lëviz kundër Allahu çish do ti. Ti nuk lasos Allahu xhel xelalu detyra çish do ti. Ai është mangat. Argument që mangat po ti e shet njëri, çish do tunet shkon. Çish do tunet des. Kjo është argument se besimin nga i besimin Allahu xhelalu ala ban njeriu shumë të kontrollueshëm. E shati ai këtë mund mi thon po si thot. Ai këtë mund mi bë po si ban. Jo për tjetër, se ka Allah. Kur ta shif se njëri i mungon që kjo lidhje, mos u çudit, mos u ditë bëhet kafir, mos u ditë bëhet mëkatar, mos u ditë bëhet gjithçka, pse? Çka Allah? Veç prania e besimit Allahu xhelalu nda njeriu. I shkrujti një çame Omer ibn Abdul Azizit, ishte krijetari muslimanëve, kishte pushtet të madh. E ofendoi dikush. E ofendoi. Çka i thaki? Tha mos më kanë dita e kiametit, edhe unë i kam mundësitë e mia. Çfarë kjo rregull? Mos më kanë dita e kiametit, edhe unë i kam mundësitë e mia. Si cili e kanë nervoz, si cili e kanë mundësi. Por mos më kanë dita e kiametit, mos më kanë që unë dal para Allahut, mos më kanë që mu Allah merr llogari, mos më kanë që unë kam ndërgjegje, kam iman. Këtë kanë diçka. Ama ka Allah. Kjo ka Allah e kontrollon njeriu. Prej besimeve nga i bështë edhe besimi në xhenet, edhe në xhenem. E kjo e ban njeriu më kontrollue, edhe kjo e ban më veçue. A përmendëm shpërblimet na i kena në ahiret, edhe dënimet, Allah në rëmbi dënimit. Shikoni njerëzit, kër e ditë se e pagun
dikush tjetër çaban, jam son gjuhën, jam son rrenët. Keni pa njerëz kur po shkojnë gurbet? Ti thu ti s'ke ditë kur gjaba, po do bëjmë sova. E mësova gjermanishtën, e mësova gjuhën franceze, e mësova gjuhën italiane. Çu mësova ve? Po paguhet këtu. Çu bizorit e mësova. Pse? Po paguhet. Pse? A keni pa zakonisht gurbetçik? Zakonisht e shprehin këta. Bizorit o gjo. Bizorit o vlla se s'po rrihet atje. Mirë, kjo bizorit çish komentohet? Për parë. Po atje rroga nuk kanë si këtu. Apo komente tjera. Mjekësia pak më e zhvilluar, sigurimi i njerëzve pak më i zhvilluar, komunikacioni më i sigurt. Apo çfarë po numëron? Këto janë këtë të mirat e kësaj bote. E Allahu Gjelluala e bëri besimtarin i besu xhenetit se aty ka për shpërblije. Apo a keni pa neve kur ne po shkojmë në Gjermani, ti të vjen ose Zvicrën apo vendet e zhvilluara. Çka thon? Allah, kërbe xhema ni udh. Xhema me ni udh vjen edhe ona. Ai thotë çto? Para me da Allahu gja ka zbukurue gjennetin Allahu gjenë gjelalu. Siri se ka pa qisha, veshë s'mund me ni, s'ka një gjeru që t'ka do në gjamati. As mundës njerit menja mi shkue, rrinat ftoft kërë që gjennetit si mës më kanaj. Allahu në rrujt, kjo qka është, se na nuk kena të besu që duhet ajo. Andaj ka pas prej selefit parve të muslimanëve, të cilët ju ka folë familjarë, ju ka folë në zansave. Ka thonë sot hinë në gjennet. E hapi që aty, e pipi që tu, e rri që tu, e këshyra të lumë. Ti ka ndonë prejshim, kur ke hive ti s'mund shme një gjenet. Ka thonë po e lexova me Kur'an se Allah o tha qështu ka me hambur, qështu ka me pije. A hak jo? Po e nëzita nefsin tem ta mënije që ta. A tjetëri ka thonë hinë në gjenem. E pash pëjmën e zëkumit, e pash sakarin, e pash zjarin e atë zjare, tu vajtu e panor të zjarit. Ka thonë po kurbe ke një gjenem, të s'ke një gjenem. Ka thonë po i lexova me Kur'an, Allahu na kallzojke. Na kallzojke, se çështoa. A keni po jes kur dojnë me ta përshkruaj diçka. Diçka i thu, a çështu ishta? U kana mirë, kur na përkeç, a çështu ishta? Zoti na ruaj mos ta qoftë aty. Kur ke thënë Allahu mbaf pi xhenetliu se shumë mirë ishte aty. Kur ne kontrollohemi të ndëruar xhematli prej xhenetit, që ata dëshmojnë se janë të dalluar. Kur ne kontrollohemi petutës që mos tina në zjarr, atëherë jemi të dalluar. Për ndryshe, dërsa na e qojna mës në zonjën komunikacion polici, s'ka mana, s'ka kuptim se të cive si ta. Te aprit vesh me t'nala, te aprit vesh kur të vdesësha, te aprit vesh t'a shifësha. Ata nuk, e ledhini ju minun e l'bidh gajt kuj bje, anda në besu në gjenetin Allahu Gjellë Gjellalu. Qikosh ka tha për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallam. Tha, aleyhi sallatu sallam, tha ka për njëzë që ka një në gjenetin Allahu Gjellë Gjellalu. Me që ta një, i ka largu pengesën për rrugë. Pse për nësam gjithmonë e lidhë pengesën e rrugës me gjenetin? Po, pse hek njeri pengesën për rrugë? Të zakonisht pitet njerëzit përgjigjen, po qashtu na ko hije. Po regullbe, kush përblejës për një punë? Te Allahu Gjellë Gjellalu. Pse me hek? Në një po njëzit ta shëpë që që janë po, ku të munges të imanit, do të në ta heka e ka du të me hek. Po heke dhe se përguesh për këtë punë. Të paguna, njëri do të po, se kam dhe tirë. Ka dikush që Allahu të pagun, largoje pengesën për rrugë. 12 sunet, ka thonë alejhi sallallahu alaihi wasallam, kush i fal me rregull 12 sunet ditës, janë ndërton Allahu Gjellë Gjellalu në shtëpinë xhenet. Wallahi be, njeri me e thirr dikush për pasanikëve. Mi thonë Allah, sikur që pishohë njerëz në për emisione kur ju dhurojnë banesa e shtëpia. Me thirrve ti dikush do një pasanik ama atje, di që ka parë. Po do vllai kena vendosur në një shtëpi 500 mijë me ta bëj. Po ti ala pa e pa shtëpinë një herë, tip një sheqere, një shtitje, të përzihet pak. Ku merr mu kjo dhurat, ose diçka e ngjashme. Apo i kallzon me gruje, me vlade i, apo pse? Se thu kje, ban Allah se ki ka. E Allah Zoti i ati që ja ka dhonë që ti shka ka. Sa ka aj? Kur ne ti besojmë që atina, atëherë ne reflektojmë, atëherë ne veprojmë. Andaj ne si musliman të ndëruar xhamatli, duhet të nxjerrim pa se ne i besojmë Allahu Gjellë Gjellalu. Ne i besojna gjennetit dhe gjennemit. Ne i besojna kaderit Allahu Gjellë. Ne i besojna që të nëseneve. Na dalomi me që të punë. Dhe që kjo është kur na veç dikush, qka jeni ju muslimanë? Që qëta du të mja kalzu? Jo me gojë, me vepra. Kur që jatë dikush se si të u vjerë, mosuin jam qytetari ndershëm, jam muslimani ndershëm. Kur që jatë dikush se ti s'korruptohesh për kur qarë, ti du shmi thonë së unë i besoj Allahu Gjellë Gjellalu, mu kur kush së në banë mos më korruptue. Jo që s'kam men, kam ma shumë se ti.
Ama unë i besoj Allahu, unë tuta xhenemit. Kur ti tutë xhenemit, kjo e be këtë vlerë të frikës për Allahu xhelaluara me reflektu të njerëzit. Andaj muslimanët të nderuar xhamatli, si e pranon Islamin? Populli jon si e pranon Islamin? Pi tutës. Për nga natyra jena në çori jena. Çu pranon me Islamin? Populli jon. Po duke pa se tu ka vlerë, tu ka xhenet xhenem, tu ka Allah, ka pejgamber. Ka pejgamber, këtë pejgamber të Zotit xhelel xhelalu. Sa pitutës dikush na ka shtinë po muslimana. Jo, por e pranuam me vlerë, edhe me vlerë dhe me nder duhet me e mbaj. E lutim Allahun xhelaluara që në atë që besojnë për imanit, Allahu na mundson që kjo të jetë hakikat i vërtetë tek neve. E lutim Allahun xhelel xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala ta mbush zemrën tonë iman në Allahun xhelel xhelalu. Ta mbush iman në besim xhennet edhe në xhenem. E lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelel xhelalu na bën të dalluar me iman, na bën të dalluar me devotshmëri, na bën Allahu xhelel xhelalu që ti kemi frikën Allahu xhelel xhelalu, ti tut me Rabbul Alamin, të shpresojmë në rahmetin e tina dhe të kemi frikë azabit të tina. E lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelel xhelalu na mundson me jetu me Islam, na mundson me pas iman, na mundson me zhvillu me Islam, dhe na mundson Allahu xhelel xhelalu që frymët e fundit tona të shtetit saj bote t'ia dorëzojnë Allahu xhelel xhelalu me fjalën la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah. E lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhelel xhelalu muslimanët kudo që janë Allahu të ndihmon, fukara, skamnor, nevojtar, bonjat, jetima, të veja, të dobët, të gjithë Allahu xhelel xhelalu t'u jep nga rahmeti i vet. Zullumçarët ndërmjet vetit i shpartallon, kriminalët ndërmjet vetit i shpartallon, të prishurit, mëkatarët, të cilët nuk i kthejnë Allahu xhelel xhelalu, Allahu në mes vetë i angazhon. E lutim Allahu xhelel xhelalu që Zoti te bareke ve teala t'i shkruan emrat ton prej banorëve të xhenetit, t'i shlihen emrat ton prej banorëve të zjarrit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. تندروا جماعة jemi me hadithet e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij El Adabu El Mufrad. Hadithet të cilat I ka veçuar për edukatën e besimtarit. Mirë, po të gjitha këto edukata I ka bërë që të merret nga një burim I vetëm dhe jo shpallja e zbritur te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj vazhdon Imam Buhariu me kapitujt e zullumeve dhe padrejtësive. Ndër karakteret më të liga është karakteri zullumçarit, karakteri atij I cili bën padrejtësi. Andaj edhe besimtarit nuk I takon me bëu padrejtësi, nga se padrejtësia është ndaluar në të gjitha sheriatet e pejgamberëve alayhimus salatu wassalam. Andaj hadithin e bazë që e ka sjell për ndalimin e padrejtësive është fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ittaqul dhulma, ruhuni prej zullumit. Fa inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah, sepse zullumi ditën e kiametit do të jetë errësira të mëdha, do të jenë të merre të mëdha ditën e kiametit. Andaj vazhdon Imam Buhariu për cilë hadithe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam që na tregojnë neve dhe na mësojnë neve dhe na udhëzojnë neve që ne të kemi frikë për zullumit, të ruhemi për zullumit, nga se zullumi të ndërua vëzër është gjëja më e frikshme në llogaritin e kiametit. Gjëja më e frikshme pas shirkut është zullumi ditën e kiametit, nga se ka të bëjë me hakin e tjetrit, e tjetri e ka të drejtën e vet
për mos falje dhe mos bërje halal. Andaj kur e kanë pyet Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an, sikur që ka transmetuar Imam Buhariu në Al-Adabul Mufrad, në hadithet e radhës nga Mesrukun nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu an, se e kanë pyet cili është ajeti më përfshirës, cili është ajeti që më shumë të mbledh halalin dhe haramin, e mbledh farzin dhe të ndaluarën. Çfarë ka thënë? Ka thënë është ajeti në surën An-Nahl, që na e lexojmë çdo xumë. Kur e përfundojmë hutbën e lexojmë atë ajet, i cili ka të bëjë me drejtsinë. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Thot Allahu te bareke ve teala, Allahu urdhron me drejtësi, Allahu e do drejtësinë. Një ditë për ditëve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam po i gjikonte disa raste dhe i gjikonte me drejtësi dhe fliste me drejtësi. Edhe thanë jehudit disa prej tyre, me këtë drejtësi e mban Allahu qiellin dhe tokën. Me drejtësi mban qiellin dhe tokën. A e shikoni të nderuar xhamatli çish na ka kapë keqja? Nuk ka ditë që ti nuk e hin Facebook apo në rrjete informative vetëm lexon filani kanë vrarë, filani pa vrarë filanin, filani pa akci pikë balkonit, a tjetri pas ka bëu këtë keqe, ky tjetri kështu. Çka janë këto për ditë lajmet liga, për ditë maskaralloqe? Si ka mundësi një shoqëri ku thirrët ezani Allahu Akbar, Allahu Akbar, çat shoqërime ndodh këtë të këqija, çat shoqërime ndodh këtë të këqija, këtë shoqërime ndodh gjithë kjo vrasje, gjithë këto vjedhje, gjithë kjo egërsi. Inna Allaha ya'muru bil adl, Allahu urdhron me drejtësi. Duhet ta mësojmë drejtësinë. Ne nuk lindim me këtë drejtësi, duhet ta mësojmë. Duhet mu dal para ajeteve, para haditheve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se nëse nuk e mësojnë, kemi bëu zullum. Andaj thotë Sheikhul Islam Utaymiyah rahimahullahu taala, njeriu për nga natyra është i padijshëm. Innahu kana zaluman jahula, ai është i padrejtë dhe ignorant. Andaj duhet mësohet me ilm. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Duhet ta mësosh se nuk ka zot që meriton adhurimin përveç Allahut te bareke ve teala. Duhet ta mësosh drejtsinë, tu mësosh evladëve. Kur ta shefsh edhe mrena evladi, dy evlad të tu, kur ti bën njëri zullum, thuaj mos i bën, kjo është zullum. Kjo zullum, kjo pa drejtësi. Allah nuk e do pa drejtësinë, Allah e do drejtësinë. Për hap në drejtësinë, për hap në qetësinë, nga se ku ka drejtësi ka qetësi. E ku ka zullum, shikoj njerëzit, frigohen nga hija e vet, frigohet nga gjithçka, s'është për hap zullumi. Është për hap zullumi, dhe sa ka ardhur hadithe. Keni kur ta ndaloni urdhërimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja, ju keni miqu durt ka Allah me bë dua, Allah i sopranon. Na umitëm të bë dua. O Allah largoj zullumin, o Allah largoj këtë keqe, largoj gjunat. Nuk largohet, sepse vetë nuk urdhërojmë në të mirë, vetë nuk dalojmë nga e keqja, nuk e zbatojmë vetë shariatin e Zotit xhelal, shpirtet tona, fen Allah, shpirtet tona nuk e zbatojmë. Si ka mundsinë sokak el mahall mos zbatu, s'ka mundsi qytet e mos flasim në nivele më të larta. Për këtë arsye, Allah inna Allah ya'muru bil adli, Allah urdhon me drejtësi, wal ihsani, edhe me pamirësi, wa dhil qurba, wa ita'i dhil qurba, dhe mi dhan akrabajës, me marrë lidhën farefisnore, wa yanha 'anil fahsha. Allahu ndalon nga zinaja, nga moraliteti, amoralitet, nga e keqja e cila nuk ka normale, wal munkar, dhe gjërat liga, gjërat prishta, wal baghi, dhe padrejtësia. Allah e ndalon padrejtësinë. Dhe vini re, fillimi i ajetit me fundin e ajetit, inna Allah ya'muru bil adl, edhe në fund prapë ka ndaluar zullumin. Pra urdhon me drejtësi, ndalon nga zullumi, nga se kjo është shtylla që e mban një shoqëri. Ya'idhukum, Allahu po ju këshillon, la'allakum, ndoshta ju keni më marrë mësim. Po këtë arsye të nderuar xhamarli, i ka sjellë këtë hadith Imam Buhariu për të na treguar neve se gjëja më e shëmtuar në këtë tokë që na jetojnë na zullumi. Mos ban një zullum që tu e ban, këtë shoqëria e pagun. Një zullum që t'je bëhet, që t'je ti duke se në pazar, kur gjo nuk e dim qka të bëhet. Vallaj që e zullum që ka bëhet, këtë shoqëria e pagun. Një zullum që bëhet në shkollë, këtë shoqëria e pagun. Sa i zullumi kur të bëhet të shkolla, ta bet e evladi, a i evladi, ku e ka morë ata? Që t'je e ka morë? Zullumët janë të ndërlidhur njëra me tjetërën, jeta e ndërlidh njëra me tjetërën. S'kemi mundësi me shkoput, jemi në anije. Kështu e ka përshkujt pejgamberi alayhi salatu wassalam. A i lajnë në anije me prish dikon anije? Nëse na di kanë shofna, do me e qa anijën, edhe jena kitë në anije. Nëse ti në aeroplan, edhe shenjonin, do me e godit gjamin, dhe ti e di pasojër. A thu puna këtina, kine ta qeli dritarën e vetë, jo me dritarën e ati shkojnë kejtë.
Me dritarën ati shkojnë ketë. Nuk ka veç dritarëja atina. Ai dritarëja ati janë ndalu me kretë. Asnjëri s'guzon me bo zullum, sepse zullumi ati e paguaj edhe one. Pa këta shik kështu janë edhe gjunat. Këta shif se ato bo zullum edhe gjunat i kushtuj. Ma valla, mos e kena me paguajt ketë. Mos ban zullum, mos ban gjuna, mos ban padrejtësi. Pa këta syje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam çfarë tha? Do të bëhen padrejtësit dhe zullumet derisa njerëz do t'i lejojnë mahremët e veta, të ndalumet e veta. Gra që i kanë ndalu me mahrem, kam i bo halal. Dhe qëfar? Dhe do t'i shkelin të drejta të Zotit subhanahu wa ta'ala. S'ka me këshira i ma është e leju ma për ndalu. Bema dhe, bema nuk ka më rëndësi. Ju ka fiksu njerëzve. Pa këta syje tha pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadith që ka nxjerrë Buhariu nga Abi Dharr radhiyallahu an, se e ka dëgjuar pejgamberi alayhi salatu wassalam duke thënë në hadith qudsi, thot Allahu subhanahu wa ta'ala: o robët e mi, unë vetës time e kam ndalu zullumin. Vetës time e kam ndalu zullumin. Kit atë kudret që ka e ko Zoti, kit atë pushtet që ka e ko Zoti. La yus'alu amma yaf'al. Kur kush se merr Zotin llogari çka bone, wa hum yus'alun, a njerëzit merren llogari. Allahu s'merr llogari, ja ka bo zullum vetës, ja ka bo zullumin vetës haram. Haram e ka. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Zoti kur kujt si ban zullum. Wallahi ta dish që çatë risk ka çu Zoti, që ajo më e mira për ty. S'të ka bo zullum, nuk të ka bo zullum. Krejt çka ti ka çu Zoti janë tuat. Çka do që ti lakmon të huja, ajo zullum, sa e jotja ajo. Kjo quhet zili, kjo quhet zili. Apo andaj, thot Allahu subhanahu wa ta'ala: fela të dhalemu. Edhe mes juve e kun bo haram zullumin, mos bëni zullum dhe njeri tjetrit. Shiko Zoti, nëse të kish bo zullum, kujt ju kishe ankue? Kujt ju kishe ankue? Zoti s'ban zullum. Po e supozojna se Allahu gjithat, unë ja kun bo haram vetë zullumin. Andaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu ta'ala, se prej medhhebit të ehli sunetit dhe xhamatit është se ne besojmë se Zoti mundet me bo zullum, po s'ban zullum. Ai mundet me bo, po s'ban. Apo mirë, nëse të kish bo, kujt ju ankohesh? Kujt ju ankohesh? Sikur që tha Sufjan al-Thauri rahimahullah, kur të prishet dietari, edhe prishet hoxha runa sot, ku e mirë një modijen? Kur ai shka du të me ndrejsh, nuk ka rregull mo, ku e marë modijen? Apo, ku e marë? Për këta syje, nëse Zoti kish bo zullum, a kish mujt me mërë dikush llogari? Jo, por Allah ja ka bo vetës haram zullumin. Vetës ja ka bo haram zullumin. Sikur që ja ka bo obligim do gjëra vetë. Pejgamberi alayhis salam na ka tregu se Allah ja ka bo obligim vetës këta dhe këta prej punëve. Allah ja ka bo vetës obligim. Edhe neve na i ka bo obligim drejtësien dhe na ka ndalu prej zullumit. Andaj mos haroni, këtë të qia që janë të ndodhë, këtë të fesadë që janë të ndodhë, këtë janë si rezultati i zullumit. Këtë janë si rezultati i padrejtësive, për të cilat na nuk e ngrejmë zanin. E pastaj kur të na ndodhe neve, kur kush se çon zanin. Sikur të qisë se qove, e një njerëz të udjek, tu shkrumu, tu bo zullum, tu shkel, i nin, kretit. Edhe dhu, unë e punën teme. E atë ditë ku të vene puna jote, kur kush ka me qu zanin. Sepse as ti se ki qu zanin, kur në dikujna. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam: ju kur ta ndaloni urdhrimin nga të mirë dhe nuk ndaloni nga e keqja, ju keni me qu zanin mësani. O Zot, shumë keq u ka po. O Zot, po vra njerëz, o Zot, po bojnë zina, o Zot. Fela yustajabu lakum. Po ti se qojsh e zanin, pse mu të përgjigj tije? Po këta syje të ndëruar, xhamarlit të ndëruar vëzër, ti mësojnë vetët tona me drejtësi, ta shtypin egon me drejtësi, edhe pse ta kana egoja, nalu, edhe pse nefsi e lip, nalu, so e jotja, do ndikan me nënshmu, do ndikan mi bo zullum, ka mundësi për momentin e kini status, e kini kompetencë, e kini ekzekutiv, mos se ka me të ardh dita e s'ki ku mua ngue. Nga se në ka tregu Allahu Gjelalu se ditën e kiametit kanë me kajt gjak, kanë me kajt me të madhe banor të xhenemit e zullumçarët. Allahu Gjelalu thot: fala tukellimun, mos gaboni me më fol, heq mos më fol, heq nuk e. Allahu Gjelalu as që i këshir bile, se kanë bo zullum. Andaj, një ndër shtyllat e shariatit Zotit, e fejës islame, e asaj që e ka zbrit Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është që mos të bëhemi zullum ndër me veti, mos e shkel kërkan. As i dinar më shumë mos ja merr. As i dinar më shumë mos ja merr. Kështu ka thënë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam: Allahu ju jep bereqet njerëzve në tregti kur janë të lehtë. Ai s'ka lidhje thot për pak. Apo amana pa pak ka vetja. A për ka tjetri
Për këtë arsye, të gjitha këto hadithe që i shtjelluam dhe i shpjeguam dhe i elaboruam në mënyrë të detajshme, argumentojnë se nuk ka qetësi pa drejtësi. Nuk ka qetësi pa i quhe hakën në vendin e vet. Sikur që tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, fa a'ti kulli dhi haqqin haqqa, si cili çka e ka një hak, jepja hakin e vet. Elusim Zotin e Madh, që Allahu zemrat tona nga zullumi ti pastron. Mos shef Allahu në zemrat tona anim nga padrejtësia, anim nga ta padrejtët. Elusim Zotin e Madh subhanahu wa taala, që Allahu na mundson mu udhëzon nga libri i Allahut, nga suneti Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu mos na ban për atyre të zot e shkelim dikan, i bëjmë padrejtësi dikujna, e na zën kamën ditën e Kiametit. Elusim Zotin e Madh te bareke wa taala, në këtë ditë xumaje, ditë ku pranohet duaja, krejt ata besimtar që janë të shkelt, e janë të sulmum, e janë të dëbum, Allahu t'i ndihmon, Allahu t'i mëshiron, Allahu t'i përkra, Allahu t'i jep sabër, Allahu t'i jep forcë. E këtë ata që ka bojnë zullum, e bojnë krim në tokë, e bojnë fesad në tokë, Allahu krimin e tyre në bord të tyre t'ja u dërgon, ja Rabbal Alamin. Këtë ata që e ndihmojnë zullumqarin, edhe e ndihmojnë pa të padrejtin, Allahu bashkë t'ja u qënë zullumin në bord të tyre, ja Rabbal Alamin. Elusim Zotin e Madh xhel xhelalu, që Allahu t'na pason nga të gjitha gjunaat. Elusim Allahu subhanahu wa taala, që Allahu xhel xhelalu na shikon me rahmetin e vet, e mos na trajton me drejtsinë e vet. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala, që Allahu na mundson me jetu me islam dhe me dhon shpirtin me iman. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.